U luajtën ditën e djeshme 2 duelet e vlefshme për grupin K të kualifikuesave të botrorit, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Me barazimin e arritur në shtëpi ndaj Serbisë, kombëtarja Silvinius u ngjit në kuotën e 4 pikëve në 3 ndeshje, ndërkohë që për serbët kjo ishte pika e parë në ndeshjen e vetme të luajtur. Ndërkohë fal triumfit ndaj Andorrës me rezultatin 0-1, Anglia ka marrë ratin me 9 pikë në 3 ndeshje, duke krijuar një diferencë +5 nga Shqipëria që mban vendin e dytë. Përsa i përket ndeshjeve të radhës, Shqipëria do të përballet në datën 10 në transfert ndaj Letonisë, ndërkohë që Serbia pret Andorrën në datën 10. Shqipëria ka mbyllur me një barazim pa gola ndeshjen ndaj Serbisë në Air Albania të vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Ka qenë një barazim i mbyllur me një peng të madh, pasi kuqezinjt kishin në dorën e tyre fatin për të gjetur avantazhin në fundin e një pjese të parë të dominuar, kur Hysa i fitoi 11 metrash. Por Reimana i gaboi nga pika e bardhë dhe skuadrat shkuan me rrjetat e paprekura në pushimin e ndeshjes. Më pas të dy ekipet krijuan raste, por pa gjetur rrjetan as në të dytën, duke bërë që sfida të mbyllej pa gola, duke i ruajtur kësaj Shqipërisë vendin e dytë në grup.